Përshëndetje të nderuar miq, ditën e sotme Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit u mblodh për të marrë në shqyrtim edhe një herë kërkesën e SPAK-ut për masën e arrestit për dhënien ose jo të autorizimit për zëvendës kryeministren Belinda Balluku, tashmë e pezulluar nga detyra pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Të dy partitë, pra forcat kryesore PD dhe PS në këtë komision nuk arritën në një qëndrim të përbashkët, ashtu sikur pritej, duke shkuar në kuvent në fillim të muajit mars, pra në seancën e radhës, me dy raporte të ndryshme. PD-ja kërkon dhënien e autorizimit, kurse Partia Socialiste thotë që kjo masë është e mjaftueshme, pra pezullimi nga detyra. Ditën e sotme risi ka qenë deklaratat e prokurorëve të SPAK-ut me në krye shefin Klodian Braho, të cilat ne do t'i diskutojmë ditën e sotme me avokatin Frandashi. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje. Avokat, si e pat seancën e sotme, më shumë përshtypje edhe titujt kryesor të mediave i ka zënë deklarata e zotit Braho, që deklaroi që me akuzat që rëndojnë mbi zonjën Balluku, dyshimet rrezikon deri në 35 vite burg. E pa dëgjuar deri në këto momente. Ka shumë abuzime janë në atë dosje, mendoni që mund shkoj deri këtu marzhi i dënimit? Seanca e sotme e Këshillit Mandateve në Parlamentin e Shqipërisë ishte një seancë maraton, që për mendimin tim si jurist nuk ishte aq e nevojshme për të shkuar as gjatë ajo seancë, pasi zonja Balluku nuk është përballë faktit për të provuar fajësinë ose pafajësinë para Komisionit Mandateve. Kjo thjesht është për të marrë një leje prokuroria për të proceduar me tej me masë shterguese. Nëse zonja Balluku do të ishte përballë gjykatës, mund të bëjë seanca 8 orë, 8 ditë, 18 ditë, 8 muaj. Edhe ka plot drejtën morale, ligjore dhe juridike për të shkuar një maratone shumë gjatë, sepse të jetë përballë disa fakteve dhe provave, ajo me gjithë kabinetin e të juristave, me këshilltarët e vet juristë që përfaqësojnë në këtë betejë ligjore, ajo do kishte pasur gjitha mundësitë të provonte, të sillte fakte për të provuar të kundërtën e asaj çfarë thotë prokuroria e SPAK-ut. Prokurorët e SPAK-ut janë dy prokurorë magjistrat, janë dy prokurorë me përvojë në fushën e prokurisë, dhe ata deklaruan që në raport me 16 dhjetorin ata kishin marrë një sër provash tjera më tepër se sa prova që ata kishin paraqitur në Komisionin e Mandateve për të marrë një masë ndaj zonjës Balluku. Këtu po krijohet një rast i paprecedent në këto 35 vite në sistemin e drejtësisë. Prokuroria e posaçme është një prokurori që gëzon respektin dhe admirimin e 85% shqiptarëve. Ata që e sulmojnë dhe e kritikojnë dhe nuk kërkojnë që SPAK-u të jetë në këtë gjendje shumë të mirë, e cila po heton kupolat më të larta të shtetit, janë vetëm politikanë. Shtresa S'kemi parë në vendim formës për deri tani, nderuar avokat, në mos gaboj vetëm një ka qenë, pra. Ja, do të sillim në vëmendje që në 3 vjeçarin e zotit Kraja, të jem shumë i sinqert, nuk është dalluar për në goditje të fuqishme në strukturat e larta të shtetit për korrupsion. Me ardhin e Altin Dumani krijoi mitin e të paprekshmëve dhe pa rezultate. Tani kërkohen shumë kohë, kërkohen muaj dhe vite që të arrihet një rezultat për të marrë një vendim i formës për erë. Dhe ka 3 vite që janë arrestuar ministra, deputet, drejt kryetar bashkish, dhe një pjesë janë dënuar dhe janë drejt përfundimit. Nuk mund të themi që prokuroria nuk ka dhënë rezultat, gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Ne kemi edhe prokurorë të SPAK-ut, të cilët thjesht kanë hyrë aty, por nuk shquhen për një hetim perfekt të ndonjë politikan të lartë. Kemi edhe gjyqtarë të gjykatës kundër korrupsionit. Kemi gjyqtarë që nuk shquhen për masa dënimi për një politikan të lartë apo qeveritar të lartë. Pra, i kemi të ndarë në 2 pjesë, qoftë në prokurorët e SPAK-ut, qoftë gjyqtarët e gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Avokat, për të rikthyer edhe një herë tek çështja e Ballukut, ju si mendoni
Partia Socialiste po gabon që po e mbron, pra po e thyen atë mitin deri tani që është ajo që e krijoi drejtësinë, deri tani asnjë pengesë, çdo kërkesë vinte nga spakur për dhënë autorizimi, jepe, drejtësia nuk pengohet. Po tani, pse Partia Socialiste nuk po i jep autorizimin, sepse nëse Partia Socialiste do të ishte e kënaqur me masën e pezullimit në kuptimin që është mjaftueshëm, atëherë s'kishte pse i drejtohej gjykatës kushtetuese edhe për këtë, për pezullimin, pra lindet e pezullimit. Pra, pa shkuar te kompetencat presidencë, drejtësi, qeveri. Pra, në këtë rast, mendoni që është drejt ky vendim pra, apo duhet ta jap autorizimin? Partia Socialiste e Shqipërisë vjen në Parlamentin Shqiptar në gjithë të 11 majt me 83 mandate, ku vërtetën rreth 800.000 votues që kanë votuar për majorancë. Nëse do hyjmë sot t'i pyesim 800.000 votuesit e Partisë Socialiste, ti je sigurt se 600.000 vet janë pro heqjes imunitetit dhe vënies para përgjegjësisë të zonës Balluku. Pra po flasim për provat që ka paraqit SPAK-u. Unë Balluku nuk e njoh, as nuk kam punuar ndonjëherë me të, as kam qenë në asnjë lloj aktiviteti kurrë në jetën time, por me atë çfarë ne kemi mësuar në media. Zonja Balluku, për meritat që dhënë Partia Socialiste, Parlamenti Shqiptar, gjithë atë akses që i dha, sepse në Partinë Socialiste ka profesora me grada shkencore, që kanë marrë doktoraturat e shtetit, që ata mund ta bënin më mirë se Balluku detyrën e zëvendësisë së kryeministrit apo të ministrit të ekonomisë. Por ajo ka përfituar benefitet e veta dhe për të mos futur vendin në krizë dhe subjektin e vet politik që ka prej vitesh dhe botere, për mendimin tim, ajo duhet t'jap vetë dorëheqje, duhet të kërkojë vetë heqjen e imunitetit për t'ju nështruar një jetimi perfekt për të provuar pafajësinë. Por zoti Rama tha që ma ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen, pra i pi që ajo sigurisht është e larë nga kjo pjesë, apo tani unë nuk e di, ka kërkuar 3 herë apo 13 herë, nëse ka kërkuar 3 herë, ai duhet i bëj transparent dhe publike para shqiptarëve, kërkesat e zonës Balluku. Deri tani nuk shoh që ka bë asnjë dorëheqje transparente. Po jap shembullin e ish-ministrit brendshëm, Sajmir Tahiri. Me të mira dhe me të këqijat e tij, me ngritjet dhe me uljet, dha dorëheqje për 1 orë është hek imuniteti. Pra ishte numri 2 shteti shqiptar në qeverisjen e Partisë Socialiste nga viti 2013 deri në vitin 2017. Ministri më i gjatë i brendshëm post Ministri më i gjatë dhe ministri më i suksesshëm nga viti 2013 e sot. Kjo ha diskutim, por më i gjatë po. Jo, bindja ime si jurist. Okej. Ministrat dhe tjerë të brendshëm që kanë pasua pas ti, për mua është ministri më i suksesshëm, më të mirë dhe më të këqija. Nuk duhet i bëj avokatin në zotin Tahiri, as se njoh as se di, se kam takuar kurrë, nuk kam pia asnjë kafe kurrë me të, por po flas për pozicionin e tij politik që kishte në atë kohë. Për mua zonja Balluku dhe kolegët e mi avokat që e kanë marrë përsipër ta mbrojnë, duhet ta këshillojnë, jep dorëheqje, mos fut vendin në krizë, mos fut qeverinë në krizë, mos fut parlamentin në krizë dhe mos u bë shembull për të keq, sepse nesër historia do të gjykojë. Avokat, të lutem, kush janë hapësirat ligjore përballë faktit që nëse Partia Socialiste, sipas gjitha gjasave, do ta rrëzojë këtë kërkesë të SPAK-ut në parlament. Tani çfarë ngjelet për të vepruar SPAK-ut, kur kemi parasysh që Klodian Brau tha sot që ka kërcënime ndaj dëshmitarëve dhe personave që janë të pandehur në këtë dosje, sipas tij nga persona të lidhur me zonjën Balluku, dhe së dyti përballë njeriu që rrezikon, siç tha po ai, pra zoti Brau, 35 vite burg. Ç'do bëj SPAK-u tani? SPAK-ut nuk i ngelet asgjë tjetër, po të siguroj se Këshilli i Mandateve nuk do t'ja heq mandatin, nuk do të jap autorizim leje prokurisë së SPAK-ut për të marrë një masë tjetër më ekstreme, për këtë të jeni të sigurt, le të vazhdojnë seancat maratona sot dhe sot një muaj. Nuk do t'ja heqim, sepse koha mirë duket që mëngjes. Debatet që u zhvilluan sot në atë seancë maraton kanë me forcën e kartonave të majoranca erëzoi kërkesën e SPAK-ut. Atë SPAK-u si ngelet gjë tjetër, veç se të kërkojnë ndihmën e partnerëve ndërkombëtar, kryesisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët po e monitorojnë nga çasti në çast situatën procedurale
të zonës Balluku në raport me prokurorinë e posaçme. Pra të ushtroj presion politik mbi kryeministrin atëherë bi apo jo? Jo, presion politik nuk mund Ose ti ferras një nga një në ambasadë, siç i thirriti në momentin që miratoi reformën drejtësi, që të votojnë dhe heqjen e imunitetit. Se kush janë rrugët e tjera? Në një takim që kryeministri, nëse s'gaboj, ishte në një zonë të Tropojës apo Dibrës diçka për një hidrocentralin që ishte deleguara e ambasadës Shteteve të Bashkuara. Ishte aty me Zojen Balluku. Refuzoi të jap dorën. Atë kush ka sy për Ajo ishte aty avokat, ajo dinte, besoi që do ishte edhe Zoja Balluku aty. Kush ka sy për të pallë, veç për të dëgjuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aty në zyrat e prokurorisë posaçme. Kanë mbështetjen totale. Kanë mbështetjen financiare, kanë mbështetjen me logjistik, kanë mbështetjen shpilltar, dhe Spakut asgjë sot nuk i mungon për të ecë përpara dhe për të vënë para përgjegjësisë, jo zonin Balluku, por çdo politikan të vendit që e ka grabit këtë popull prej 35 vitesh. Avokat, ka një paradoks këtu, sepse ju thatë që Rama nuk ja heq, nuk i jep autorizimin, ndërkohë që Amerika thatë po ju ndodhet në SPAK. Tani i bie që përballë këtij realiteti jemi 1-0 për Ramën. Okej, 1-0, por nuk duhet të harrojmë, sepse dosja e zonës Balluku ka kaluar në gjykat. Shpejti pritet seanca paraprake për të shqyrtuar aktet dhe provat për ta kaluar apo për të mos a kaluar në gjykat, dhe nesër zona e Balluku mund të dënohet me një vendim të formës prerë dhe që ngeli pastaj kryeministit mazhorancës qeverisë së gjykatës kushtetuese. Këtu fajtor është vetëm një institucioni i gjykatës kushtetuese. Pra ju avokat, po më thoni që do ndodhë e njëjta gjë siç ndodhi, siç morët shembull pak më lart, rastin e zotit Tahiri, që ai vajti në brenda, po vajti me vendim të formës prerë. Pra, njëjta gjë ju thatë që mund ndodh me Ballukun, po deri atëherë mund të ketë ndryshuar shumë situata politike në vend, se ju e dini si shtyen proceset gjyqësore 1 vit, 2, derisa të marrë vendimi formën e prerë, pra mund të shkojë edhe 4 vite. Me keqardhje ta them, prokurori Ditan Premçi është një ndër prokurorët gjigant, i pa komprometueshëm. Ka dhe origjinën e atill prej këtu 100 sa vitesh edhe si fis. Ati së të ngelet gjatë tjetër vetëm për të mbrojtë akuzën në gjyq. Nëse gjykat komisioni mandateve në parlament nuk e jep mandatin për të marrë një masë shtrënguese ndaj zonës Balluku, asaj si ngelet gjatë tjetër veç për të respektuar dy masat, masën e pezullimit dhe masën e ndalimit për dalje shtetit, ajo do të qëndroj e lishme si deputet në parlament, dhe pastaj do shkoj me fazat ndryshme, siç po shkon në procesi gjyqësor ndaj zotit Mediu, java 7 ai 8, atë ditë që ka gjyq shkon në Amerikë, atë ditë që thres Spaku shkon e takohet me senator, i ditën që ka seancën tjetër ka takime personalitete tjera, dhe duhet të bëjmë edhe një kontrast. Dhe duhet të jem qartë edhe me vetveten. Edhe dy akuzat e zotit Mediu janë akuza shumë të rënda. Përse Spaku nuk merr një masë shtrënguese, siç është ajo e ndalimit për dalje shtetit, për t'i bllokuar pasaportën. Po ai të shkon java 7 ai 8 në Amerikë, shkon vetëm për të intimiduar dhe për të shantazhuar gjykatën dhe prokurorinë. Përse nuk të vepron me dy standarde prokuria. Avokat, të lutem. Ndaj zot doktor Berishës, që ishte 80 e sa vjeç, gjykata mori mas arrest shtëpi. Dhe qëndroi 11 muaj arrest shtëpi. Pra, kontributi politik në këtë vend i doktor Berishës në raport me zonën e Balluku, doktor Berisha ka kontribute me të mira, me të këqija më shumë se zonja e Balluku. Dhe në arenën ndërkombëtare është më i njohur, por qëndroi 9 muaj e 20 ditë arrest shtëpi. Pra, komisioni i mandateve në parlament ishte që i dha të drejtën për gjykatës së prokurorisë për të marrë masën shtrënguese atë të arrestit shtëpi. Dhe për 2 orë i është dhënë autorizimi. Avokat, a ka të drejtë Spaku kur kërkon një masë ekstreme për zonën Balluku, ndërkohë që jemi përballë faktit e para politika penale shumë të shkuese, ju e dini më mirë se unë, si nga realiteti se jeni ditë për ditë në dyert e gjykatave të prokurorive, po edhe raportet ndërkombëtare që e kritikojnë shumë këtë. Sepse po të marrim rastin edhe në Kosovë po të shkojmë, fillimisht atje kërkohet 30 ditë burg fillimisht. Kurse këtu kërkohet për një herë burg, edhe për një herë burg pa afat. Pra, për ta sjell këtë tek zonja Balluku,
ajo e ka respektuar, si tha dhe avokati saj sot, kolegu juaj, e ka respektuar masën e ndalimit të daljes jashtë vendit, nuk ka tentativa për ti, ka respektuar thirrjet në SPAK, pse kërkohet një masë më e fortë për atë? Po të jenë sikur kemi mësuar nga informacionet e përditshme televizive që janë mbi 16.000 faqe prova, 16.000 faqe, po t'i marrësh gjithë së bashku, 4 luftetarë të UÇK-s në Hag nuk kanë 16.000 faqe material. Përsa zona e Balluku një person pas ka 16.000 faqe. Pra diçka përgoria ka, se kot përgoria nuk harxhon shpenzon kohë dhe letra për t'u marrë me këtë punë. Pra diçka ka të brendshme, po jo çdo gjë që ka SPAK-u brenda e dim ne, ose e din opinioni publik. Pra diçka SPAK-u ka brenda, që është i bindur në vetvete që zona e Balluku i plotson gjitha kushtet për të marrë një masë tjetër shtrënguese, raport me 2 masat që ka përcaktuar gjykata. Avokate, diçka të fundit kam i nderuar, nëse ju kjo është politike, nuk është në fushën pra e avokatisë të ligjit, nëse keni dëshirë të jepni një përgjigje. Komentet e opozitës, sot doli dhe Berisha tha që sipas tij Komshia nuk e kishte parë zonjën Ballukun në shtëpi dhe ai aludoi që mund të jetë arratisur. Ju si mendoni? Pra mund të ndjek shembullin e Ahmetajt? Doktor Berishës dhe i kisha bën thirrje hap krahun, se ka djemtëri në PD për të drejtuar PD-n, dhe ta lan PD-n të ecë në lirë në rrugën e saj të konkurimit, nëse don që të vijë ndonjëherë në pushtet. Kjo do ishte detyra e doktor Berishës. Doktor Berishë do i bëja thirrje të marroj punën me sistemin e drejtësisë që ka në Shqipëri, do i bëja thirrje të zgjidh problemet që ka me Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj të vinë bëjnë komente, jo më tha Kojshia, ka ik Balluku, jo më tha Digitalbi, këto janë pralla për të tërheqë vëmendjen e qytetarëve shqiptarë. Përse doktor Berisha ka 5 deputet në Shkodër dhe qytetarët e Rjollit në Velipoj, po plasen me policinë. E tha sot ai. Unë tha i mbështes ata. Deputeti i Partisë Demokratike në Shkodër nuk ka shkuar, përveç Agron Shehet dhe atij deputetit të mundësisë. Janë 2 deputet nga jugu i Shqipërisë dhe shkojnë për të mbështetur banorët e veriut të Shqipërisë. Përse nuk shko Berisha? Me ata që po protestojnë për 2 javësh për tokën aty brenda, ata kanë votuar për Sali Berishën, nuk kanë votuar as për Edi Ramën, s'kanë votuar as për Agron Shehet. Po Berisha tha sot që unë i mbështes ata. Si i mbështet Berisha? Me deklarata tha nga Selia, tha unë kam folë 2 herë tjera, sot ishte e treta, tha që unë tha mbështeten që deputet shkojnë atje të mbështesin turmën paqësore që kërkojnë drejtat e tyre. Si mbështeten ata? A mbështeten nga zyra? Nga zyra nuk kanë nevojë ata. Ata kërkojnë takim të rreth për të sqaruar dhe palën kundërshtare. Po pse PD-ja ka frikë që të afrohet te kjo sipas gjykimit tuaj? Deputeti i Partisë Demokratike në Shkodër dhe ta kenë për turp, që gjithë deputet ta kenë për turp deputet të PD-s, sepse me votat e qytetarëve të Velipojës dhe të Rjollit kanë marrë votat Partia Demokratike. Nuk kanë votuar as për PSN, as kanë votuar për Partinë Social-Demokrate. E tu vi për turp. Dua ta falenderoj bashkëqytetarin tim, historianin Romeo Gurakuqi. E zbardhej me fakte dhe prova që para 200 vjeç për Rjollin, se kujt i përket Rjollit. Kush banor janë këtu Rjoll? Kujt i përket kjo tokë? Dhe ka bërë thirrje edhe ministres Koqiu të tërheqin forcat e policisë. Dhe me qenë se me lart mundësi që të intervistohem nga ana juaj, me shumë qetësi do i bëja thirrje ministres Brendshme. Të rriq forcat e policisë. Nuk i vlen askujt që të bëhet një resort që bëhet gjak derdhi aty. Po plasen. Nga çasti në çast mund të plasim. Ka çasti në çast mund të kalojmë në vetgjyrësi. Të rriq forcat e policisë. Dërgoj ekspert. Shqyrto dokumentat. Uli njerëzit e komunikojnë të dojnë dhe bjen në ujdi njëri me tjetrin. Se nesër të jetë vonë. Avokat, duke uruar që ajo çështje të zgjidhet, unë të falenderoj shumë për bisedën edhe për analizën që zhvilluam për dosjen Balluku dhe sistemin e drejtësisë dhe uroj që në të ardhmen të kemi mundësi që diskutojmë sërish së bashku për problemet e sistemit që duket se do të vazhdojnë gjatë. Të falenderoj shumë. Nëse do më lejosh 30 sekonda. Patjetër që po.
lidhe me vendimin e kushtetueses që dolin 4-4, ai çdo gjë mund të jetë, vendim nuk mund të jetë. Dhe gjyqtarët e kushtetueses të bënin mirë, 8 gjyqtar apo 9 gjyqtar sa janë, të pajisen me certifikatën e pastërtisë nga autoriteti i dosjeve të sigurimit të shtetit, të para viteve 90 dhe të pas viteve 90, ta bëjnë transparent para shqiptarëve dhe pastaj çdo shqiptar gjykon sepse një vendim kaq kërkues nga opinioni publik jepet 4-4. Dhe aty do mësojmë shumë gjëra. Dhe parlamenti duhet dalë me një iniciativë. Çdo deputet i parlamentit, çdo kryetar bashkie, çdo antar i Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë Prokurisë, çdo antar i Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese, të pajisen me certifikatën e pastërtisë nga autoriteti i dosjeve të sigurimit të shtetit. Je kanë qenë pashpunëtor apo kanë qenë shërbimeve sekrete. Dhe t'ia bëjnë transparent shqiptarëve. Gjithsesi të falenderoj për kohën. Në çdo moment që mund të kërkoni një sqarim ose një informacion, jemi të gatshëm. Ju falenderoj për ftesën, shumë përzemërsisht. Edhe unë avokat, të jam shumë i njohur, se të uroj natën e mirë dhe më të mirat. Natën.